Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Këto 6 ushqime po ju rrisin sheqerin në gjak. Mjeku jep urdhër, mos i fusni në gojë. Sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë një mori efektesh anësore dhe me kalimin e kohës mund të çojë në diabet. Por ka disa mënyra për të menaxhuar nivelin e sheqerit në gjak dhe shmangja disa ushqimeve është piknisje e shëndetshme. Sipas ekspertëve, një regjim ushqimor që përbëhet nga ushqime të pasur me fibër, karbohidrate të shëndetshme dhe të pa përpunuara, peshk dhe yndyrna të shëndetshme, këshillohen për ato që vuajnë nga nivelet e larta të sheqerit në gjak. Për sa i përket ushqimeve që duhet të shmangni, këto përfshin ushqime të pasura me sheqer të shtuar dhe karbohidrate të rafinuara. Ja lista e ushqimeve sipas Health Schutz, të cilat duhet i shmangni pasi ndikojnë në drejt për së drejti në luhatjet e sheqerit në gjak. Ëmbëlsuesit natyral. Disa njerëz përpiqen të shmangin sheqerin e bardhë dhe të kërkojnë diçka më natyrale si mjalti. Fatkeqësisht, edhe pse këto burime të sheqerit janë më të natyrshme se sheqeri i bardhë i rafinuar, ato mund të shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak nëse i merrni në doza të larta. Pra në vend që të kërkoni mjalt ose alternativa të tjera, provoni një ëmbëlsues me 0 kalori. Ushqimet e skuqura gjithashtu kanë efekte negative në shëndetin tuaj. Ngrënia e ushqimeve të skuqura mund të shkaktojë rritjen e niveleve të glukozës në gjak. Këto lloje ushqime shpesh të mbushur me yndyra jo të mira për shkak të vajit që përdoren, mund të çojnë në tepëricë të sheqerit në gjak. Ushqimi i skuqur mund të rrisë gjithashtu rrezikun e kolesterolit të lartë, shtimin në peshë dhe zhvillimin e diabetit të tipit 2. Patatet. Patatet mund të mos jenë ushqimi më i mirë për sheqerin në gjak. Megjithatë, ju nuk duhet ta shmangni plotësisht këtë ushqim pasi preferohet kombinimi me disa ushqime të pasur me fibër ose proteinë, të cilat mund të ndihmojnë në balancimin e sheqerit. Ushqimet e larta në yndyrna të pashëndetshme. Ato mund të ndikojnë në drejt për së drejti në nivelin e sheqerit sepse insulina është një nga hormonet më të rëndësishme në rregullimin e niveleve të glukozës në gjak. Kosi i frutave. Këto produkte që mund t'i gjeni në raftet e marketeve, edhe pse në duke të shëndetshme në të vërtet, përmbajnë sheqer që nuk kanë të njëjtën vlerë ushqyese sa një kos shtëpie, të cilat mund t'i shtoni në frutat tuaja të preferuara të stinës. Lëngjet e frutave. Fibrat dietike ashtu dhe proteinat që ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak mund të gjenden me shumicë tek lëngjet e frutave. Për më tepër, shumë nga këto lëngje shiten në ushqimore janë të pasura me karbohidrate, të cilat do të rrisin edhe më shumë sheqerin në gjak. Në vend të kësaj përdorni qumësht, kos ose edhe kefir dhe shtoni një burim të fibrave të freskëta ose të grira, plus disa arrorë dhe fara si ato fara chia ose liri. Ju mund të shtoni edhe një lugë gjalp kikiriku ose plur proteinë për të mbajtur sheqerin në gjak më të qëndrueshëm. Karbohidratet e përpunuara. Këto përfshihet buka e bardhë, orizi i bardhë, patatet dhe ushqimet e lehta si patatinat e të tjera. Sidoqoftë nuk keni nevojë t'i përshtateni plotësisht dhe t'i përjashtoni ato. Për të ulur ndikimin e tyre i kombinoni me ushqime të pasur me proteinë dhe fibër. Drithrat me sheqer. Disa drithra mund të jenë të larta në karbohidrate dhe mund të pengojë fibra dietike dhe proteina, dy lëndë ushqyese që mbajnë sheqerin në gjak të qëndrueshëm dhe nën kontroll. Karamelet dhe ëmbëlsirat. Fatkeqësisht nëse sheqeri në gjak është i lartë, gjëja e fundit që duhet të bëni është të konsumoni grushta me karamele. Pavarësisht se çfarë lloj karamelesh ose ëmbëlsira zgjidhni, duhet i shmangni nga dieta juaj, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në nivelet e sheqerit në gjak. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulinë ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptoma siç janë ndërrobitje fizike dhe sëmundje të zemrës. Sipas të dhënave të Healthline, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Brightside, do të mësoni disa nga ushqimet që rekomandohen për nivelet e ulta të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose ajo prej drithit të plot të bluar në gur ka nivele të ulta glicemie. Ato janë të pasur me fibër që ngadalësojnë nutretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Borunica, rrushi dhe molla.
Shumica e frutave ka nivele të ulta të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronica, arrush dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe beta-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fibra dhe kanë nivele të ulta për glicemisë prej nën 55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore monotopangopur, antioksidant, vitamina, minerale, magnez dhe kalium. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietatin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet tahet e freskët sepse ushqyesit e tjerë janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe ato janë të shëndetshme për diabetikët. Merluci rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht e rekomanduar për diabetikët edhe për personat që janë të rrezikuar prej tij. Niveli ngritur i glukozës në gjak ose hiperglicemia është një çrregullim i organizmit i cili shfaqet më shpesh për shkak të diabetit, por edhe stresit për shkak të gjenetikës, çrregullimeve të metabolizmit, paushqyeshmërisë, mundimeve kronike dhe për më tepër edhe marrjes së ilaçeve të caktuara. Gjithashtu, për të menaxhuar më mirë shëndetin tuaj, duhet të këshilloheni me mjekun. Gjithashtu, ilaçet për uljen e sheqerit në gjak duhet t'i merrni sipas udhëzimeve rigoroze të mjekut dhe atëherë nuk duhet t'i zvendësoni ato me ilaçe të tjera. Atëherë mund të përdorini gjithashtu edhe një kombinim të ushqyesve dietal, gjithmonë duke e këshilluar më parë recetën tuar me mjekun. Për përgatitjen më të mirë të menaxhimit të luhatjeve të sheqerit në gjak, duhet të tregojeni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Pasi diabeti mund të mbajë nën kontroll duke kufizuar njësër produktesh ushqyese dhe duke zgjedhur edhe me kujdes ato të cilat janë pozitive në dobi të organizmit tuaj. Për të menaxhuar më mirë sheqerin në gjak, duhet të tregojeni të kujdesshëm me peshën e trupit. Nëse jeni diagnostifikuar së fundmi me diabetin e tipi 2 ose keni qenë të sëmurë për një kohë të gjatë, është shumë e rëndësishme të kujdeseni për peshën. Tipi 2 i diabetit shpeshherë ndërlidhet me mbipeshjen. Duke humbur peshë e posaçërisht në pjesën e belit, ju mund të përmirësoni aftësinë për të toleruar glukozën. Ushtrimet fizike janë një zgjidhje shumë e mirë. Kur bëhet fjala për menaxhimin e diabetit të tipi 2, ushtrimet fizike janë të disponueshme duke ndihmuar kështu edhe në një rregullim më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Ju bëjmë me dije të mos agravoni në ushtrimet që zgjidhni, por të zgjidhni ato ushtrime që ju përshtaten, duke mos nxitur kështu edhe luhatje të tensionit ose të sheqerit në gjak. Është e rëndësishme që për ushqimet që zgjidhni të konsultoheni me një ekspert për të menaxhuar më mirë shëndetin tuaj. Konsumi i tepërt i sheqerit në periudhën afatgjatë rrit rrezikun e diabetit të tipit 2, prandaj është e rëndësishme që të zgjidhni çokolladat e zeza, kryesisht ato të përbëra nga kakao. Çokolata e zezë dhe pluri i kakaos përmbajnë antioksidantë të cilët përmirësojnë rezistencën e insulinës, ju mbrojnë nga sëmundjet e zemrës dhe gjithashtu përmirësojnë në kushte më të mira nivelet e sheqerit në gjak. Është e rëndësishme për çdo ndryshim që bëni të konsultoheni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në shëndetin
faqen tuaj për të informuar dhe miqtë e tu.